Mirë se erdhët sërish. Sot do të zhytemi thellë në një nga strategjitë më të zgjuara dhe le ta themi më kundër intuitive në histori. Një manual praktik se si të fitosh kur të gjitha gjasat janë kundër teje. Dhe i gjitha nis me një pyetje që i ka munduar generalet, liderët, drejtuesit e kompanive për shekuj me radhë. Çfarë bën kur je krejtësisht i pabarabart, kur kundërshtari është thjesht më i fortë? Për t'ju përgjigjur kësaj, duhet të kthehemi pas në kohë, shumë pas, në Romën e lashtë. Imagjinoni pak skenën. Republika është në gjunjë, e shkatruar pas humbjeve katastrofike ndaj një gjeni ushtarak, Hannibalit. Roma po humbiste, dhe po humbiste keq. Mënyra e tyre tradicionale e luftës, agresive, ball për ball, po i çonte drejt greminës. Po, pikërisht në këtë moment dëshpërimi, del në skenë një figurë, Quintus Fabius Maximus, dhe ai propozon diçka të paimagjinueshme për një romak, të mos luftoj. Strategjia e tij ishte një largim total nga gjithçka që Roma përfaqësonte. Aq radikale sa që e tallën, i vun Novkon kumtator, që do të thotë vonuesi, i akuzuan për frikë, por ajo që ata e quanin frikë, në të vërtetë, ishte një formë gjeniale e durimit strategjik. Pra, cili ishte saktësisht plani i Fabiut? Le t'i zbërthejmë parimet thelbësore të mendimit të tij, të cilat kur i bashkon, formojnë një manual praktik për t'u përballur me sfida dërmuese. Këtu është thelbi. Së pari, dhe më radikalja, shmang betejën e drejt për drejt. Fabiusi e kuptoi se të përballej me ushtrinë e Hannibalit kokë me kokë ishte vetvrasje. Pse të luash lojën e kundërshtarit kur ai është më i mirë se ti në të lojë? Së dyti, luftë dobësimi. Në vend të një grushti të fuqishëm, ai zgjodhi goditje të vogla të vazhdueshme. Mendojeni si thumbime të bezdisshme, sume të befashme ndaj linjave të furnizimit për ta raskapitur armikun pa rrezikuar kur gjithçka. Pika e tretë, moho burimet. Kjo është taktika famkeqe e tokës së djegur. Ai shkatronte të mbjellat dhe furnizimet përpara ushtrisë së Hannibalit, duke e lënë atë pa ushqim në territor armik. E katërta, dhe ndoshta më e rëndësishmja, ruaj forcat. Mbijetesa e ushtrisë romake ishte prioriteti absolut, sepse pa një ushtri, Roma nuk ekzistonte më. Dhe së fundi, je i durueshëm dhe i palëkundur. Ai duroi presion politik të jashtëzakonshëm, tallje, kritika, por ai e dinte se po luante një lojë afatgjatë dhe çmimi ishte mbijetesa e Romës. Dhe kjo thënie përmbledh filozofinë e tij në mënyrë perfekte. Qëllimi nuk ishte të fitoje në një ditë të vetme. Qëllimi ishte të siguroheshe që armikut mos fitonte kurrë. T'ja mohosh atij fitoren vendimtare që kërkon me aq dëshpërim, derisa koha dhe rrethana të kthehen në favorin tënd. Tani, këtu gjërat bëhen vërtet interesante. Le të bëjmë një kërcim gjigant në kohë. Si aplikohen këto parime të lashta në situata moderne, madje edhe befasuese? Do të shohim se si mendësia fabiane përballet me atë impulsive në fusha beteje shumë të ndryshme. Le të fillojmë me një skenar me rrezikshmëri të lartë, operacionet e karteleve. Çfarë ndodh kur një organizat përballet me një operacion masiv policor? Shikoni kontrastin e thellë këtu. Lideri A, Fantazma, mendon si Fabiusi. E pranon se nuk mund ta fitojë këtë betejë, të paktën jo tani. Ai sakrifikon fitimet afatshkurtra, parat, për të ruajtur gjënën më të rëndësishme, strukturën e organizatës së tij. Lideri B, Kobra, është puro impuls. Egoja e tij kërkon një luftë që ai s'ka shanse ta fitojë, duke vënë në rrezik gjithçka për një moment lavdije. Dhe rezultati është pothuajse i pashmangshëm. Organizata e Fantazmës i mbijeton stuhis dhe rindërtohet. Ajo e Kobrës shpërbëhet shpejt. Durimi strategjik ishte ndryshimi mes mbijetesës dhe shkatrimit. Mirë, skenari tjetër. Rivaliteti mes bandave. Një band më e vogël përballet në një rival shumë më të madh dhe më të fuqishëm. Pikërisht këtu hyn në lojë lufta e dobësimit. Përsëri, dy botë krejt të ndryshme. Endësi përdor goditje kirurgjikale, si thumbime të bezdisshme. Ai nuk kërkon një betejë vendimtare, por një raskapitje të ngadalt. Bruti, i verbuar nga egoja, kërkon një luftë të hapur, duke i çuar njerëzit e tij drejt një humbje të sigurtë të përgjakshme. Enci ruan forcën e tij ndërsa gjakos ngadal rivalin. Ai po luan lojën afatgjatë. Bruti i shteron burimet dhe njerëzit e tij në një kohë rekord, duke pësuar një humbje totale. Tani, le ta zhvendosim kontekstin në botën e biznesit. Kjo tregon sa e gjithanshme është kjo strategji. Si mundet një startup i vogël të konkurojë me një gjigant të tregut? CEO Ana është strategu fabian. Ajo nuk përballet me gigantin aty ku ai është më i forti. Jo. Ajo gjen një fushë beteje tjetër, më të vogël, një segment specifik ku ajo mund të fitojë.
Ajo ndërton forcën e saj ngadalë. Menaxheri Beni bën gabimin klasik, impulsiv, sulmon drejt për drejt pikën më të fortë të kundërshtarit duke djegur të gjitha burimet e tij në një betejë të pabarabartë. Dhe rezultati flet vetë. Ana ndërton një biznes të qëndrueshëm duke qenë strategjike. Kompania e Benit dështon dhe dështon shpejt. Kjo ilustron në mënyrë të shkëlqyer se si parimet e lashta të betejës vlen po aq edhe në sallat e mbledhjeve të sotme. Pra pasi kemi parë të gjithë këta shembuj, le t'i përmbledhim pak mësimet. Në thelb e gjithë kjo ndahet në dy mënyra krejtësisht të ndryshme të menduarit. Kjo tabel i tregon qartë dy mentalitetet. Në njërin anë, strategu Fabian, i durueshëm, i fokusuar të mbjetesa, i gatshëm të sakrifikojë për të dobësuar armikun. Në anën tjetër, agresori impulsiv, kërkon lavdi të menjëhershme, nuk duron dot kritika dhe rrezikon gjithçka. Por ndryshimi thelbësor është ky: strategu Fabian luan për të mos humbur, ndërsa agresori impulsiv luan vetëm për të fituar, dhe për të fituar menjëherë. Por, kujdes, kjo nuk do të thotë që strategjia fabiane është gjithmonë përgjigja. Absolutisht jo. Ndonjëherë, një goditje e shpejtë dhe vendimtare është saktësisht ajo që duhet. Urtësia e vërtet strategjike qëndron në të kuptuarit e situatës dhe në zgjedhjen e mjetit të duhur. Nuk është një rregull universal, por është një mjet jashtëzakonisht i fuqishëm në arsenalin strategjik. Edhe për ta mbyllur rrethin, le të kthehemi te Fabiusi. Vërtetimi më i madh i genialitetit të tij erdhi kur ai u injorua. Roma, e lodhur nga vonesat e tij, e shtyr nga politikanët impulsiv, vendosi të hidhej në një betejë masive në Kana. Rezultati? Një katastrofë absolute, një nga humbjet më të përgjakshme në të gjithë historinë. Historia i dha të drejtë në mënyrën më brutale të mundshme. Pas kësaj, Roma u kthye me bisht në rrshalet e strategjisë e tij dhe në fund e fitoi luftën. Dhe kjo na lë me një pyetje të fundit, një pyetje për të reflektuar. Në një kulturë që adhuron shpejtësinë dhe kërkon veprim të menjëhershëm, çfarë guximi duhet për të zgjedhur pritjen, për të rezistuar impulsit dhe për të luajtur lojën afatgjatë? Ky ndoshta është mësimi i përjetshëm i vonesit.